përkundër miteve që kryesisht krijojnë kundërshtar tonë politik. Zoti Thaçi e zoti Veseli as nuk janë përzi, as nuk përzihen në udhëheqjen e as në vendimet e Partisë Demokratike të Kosovës. Këto kanë qenë gjithmonë deklarata dashakësia, me thonë drejtën, kështu që nuk kam pasur diskutime me ta, sepse dhe ka qenë shumë e vështirë që t'i shohim e t'i kontaktojmë, se dini që ka 2 vite që janë me restriksione të rënda, dhe unë nuk po mri që t'i vizitoj për shkak këtyne limiteve më shumë se 3-4 herë në vjet. Por ne e njohim pas mirë njëri tjetrin. Kam qenë në kryetar edhe i zotit Thaçi edhe i zotit Veseli për kohë të gjatë, kemi bashkëpunuar shumë dhe nuk besoj ose shpresoj që s'kam i befasu ky vendim, dhe jam i bindur që edhe sot kur e marrin vesh këtë vendim, ata e dinë që ky është vendimi i duhur, siç e kanë marrë gjitha vendimet, unë konsideroj të duhura për Partinë Demokratike të Kosovës, gjithmonë veçanërisht kur jam kryetar. Për sa i përket çështjes së seancës për mandatorin Konjufca, kërkesa ime ka qenë që ata të nesërmën ta ftojnë seancën, sepse sikur ta kishin ftuar nesërmën, sikur ta ftojnë nesër, si ta ftojnë me të 90-ën kur kanë afatën e fundit, rezultati dihet, ka me dështu. Nuk ka asnjë mundësi me kriju një qeveri 3 lëvizjave të vendosur. Dhe rrjedhimisht ne po shkojmë drejt zgjedhjeve. Sa më herët që t'ishin mbajtur zgjedhjet kishme qenë më mirë, por kjo pastaj mbetet çështja e afateve kushtetuese. Nuk ka pasur kontakte, nuk ka pasur kërkesa, unë besoj që po dihet botërisht që ata e kanë marrë vetëm për me zvarrit kohë, në funksion të balotazhit, me kriju një mjegull kinse e kemi një shans, por që realisht dhe ata e dinë që s'kan asnjë shans me bo Konjufcën kryeministër. Problemi është që s'ka komisione, dhe komisionet s'mund të themelohen. Sepse për të themeluar komisionet parlamentare duhet me ditë kush opozita, kush është opozita, e kjo nuk dihet. Kjo është problemi. Zgjidhje të cilat rrshqasin terren legal ose jo legal, mendoj që nuk na duhen. A është me rëndësi? Po, absolutisht. Por, ma me rëndësi kish me qenë më majtë zgjedhjet më herët, mos me bëu këto zgjatjet pa nevojshme, s'ka pas arsye reale me ia dhënë mandatin, absolutisht. Ja kom shpreh këtë qendrim presidentës, nuk ka arsye me ia dhënë mandatin njerit i cili saktësisht dihet që si ka vota, sepse është vetë zgjatja e agonisë për 15 ditë. Pra, sigur kjo mos kishte ndodhur, zgjedhjet kanë mujt më majt PZ me 7 dhjetor, kishim hyrë në janar me rezultate certifikume dhe kish pas hapësinë 30 ditore për me konstituu kuvendi, me u zgjedh qeveria edhe me miratu buxheti potencialisht. Në kohëra e parë që ballafaqohemi me situatë tillë, besoj ju kujtohet, në 2011 ka qenë situata e njëjtë. Edhe në 2016 nëse s'gaboj. Njërën për këtyre viteve, unë kam qenë bilantar i qeverisë në atë kohë, besoj shumë që nëse mbahen zgjedhjet më shpejt, mundësia për me pas qeverin është më e madhe dhe pastaj s'ka nevojë me pas gjatje sepse në fund të shkurtit mundet me miratu buxhetit edhe me funksionuar në gjatë kohë. Unë kam pas fatin me qenë para jush, po edhe para gjeneratave më të vjetra se ju si gazetar, tash e 2 dekada s'pakun politik. Ma merr mendja që nëse mundi më dhoni një kredit, kish me qenë që kam qenë shumë i sinqert dhe shumë i drejt për drejt gjithmonë. Ato që e thash është arsyeja e plotë dhe vetë. Është një reflektim më i gjatë, një planifikim më tjetër, dhe një vendim që ndoshta do ta merrja më herët sikur të kishim mundësi që të kemi stabilitet institucional. Sikur të kishte ndodhur një qeveri që ne kemi planifikuar, unë do i shpallja zgjedhjet e partisë dhe nuk do të kisha garuar. Ky ka qenë edhe plani. Por me qenë se tash jemi para zgjedhjeve, ju thash është reflektim që duhet ta kemi edhe kandidatin për kryeministër kryetar, jam i bindur në këtë. Çështja e Drenasit është çështje që e kam adresuar. Por është vetëm një fusnot në arsyet për cilat folëm. Ndërsa ju dhatë dhe përgjigjen pyetjen e juaj. Unë jam i bindur që kandidati i Partisë Demokratike të Kosovës për kryeministër duhet të jetë Bedri Hamza, sepse jam po ashtu i bindur që është kryeministri më i mirë që mund ta ketë Kosova sot. Dhe normalisht që nëse miku im Bedri Hamza kandidon
për të qenë kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, ai e ka mbështetjen time të plotë, sepse besoj në leadershipin e tij dhe besoj që është figura e cila mund t'i pri Partisë Demokratike të Kosovës në fazën e ardhshme. Gara është e hapur, kushdo që i plotson kriteret statutare dhe të rregullore së konventës ka drejt me garu, ka pas gjithmonë. 2 herat e kaluara kur kam garuar s'kam pas kundër kandidat, nuk mund të them a do të ketë tash, nuk mund të them për askënd që do të garoj, por preferencën time për Betri Hamzën nuk e mshefi përkundrazi me knatësi e bëj publike.